Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, i njohur si tetori roz, në qytetin e Tepelenës është vënë re një interes i lartë i grave për të kryer mamografi. Ky shërbim po ofrohet përmes mamografisë lëvizëse, duke u mundësuar grave të kryejnë kontrollin pa pasur nevojë të udhëtojnë. Sipas të dhënave, çdo ditë kryhen mbi 15 kontrolle, me qëllim zbulimin e hershëm të problemeve të gjirit dhe parandalimin e sëmundjeve. Në qytetin tonë edhe në bashkimin e Maliaj funksionon vetëm me mamografinë e lëvizshme. Ajo që vlen të theksojmë së shumti në këtë tetor roz është që ka një prurje të lartë të grave që duan të bëjnë mamografi gjatë kësaj periudhe, ndoshta edhe për shkak të impaktit të televizionit dhe mediave. Dhe gjatë kësaj periudhe, për mos të thënë që kanë tejkaluar programin e vendosmërisë numrit të caktuar të mamografive që duhen bërë. Në ditë kryen rreth 15 deri në 20 mamografi në ditë, por që kanë tejkaluar numrin dhe janë lënë për ditën e mbi. Mjekët apelojnë që të gjitha gratë të shfrytëzojnë këtë mundësi për të kryer ekzaminimin falas. Një apel që doja t'u drejtoja grave në këtë tetor do ishte të vetë kontrollojnë gjinjtë e tyre, të kenë kujdes për shëndetin e tyre dhe të drejtohen qendrave shëndetësore dhe institucioneve shëndetësore sa herë të kenë ose mos të kenë nevojë, po për të qenë në rikujdes shëndetit tyre parësor. Fushata e tetorit roz do të vijojë gjatë gjithë muajit, ndërsa mamografia lëvizëse do të ndalet edhe në njësitë administrative për të ofruar kontrollin për sa më shumë gra në zonat rurale.